Je në ekran, të përshëndes, a ka nisur grumbullimi I protestuesve? Më mbrëma Mirela, me gjithë se ora ka kaluar tashmë 19 që është edhe orari zyrtar për mbledhjen e protestuesve në sheshin Skënderbej, ende ata nuk janë mbledhur, ka vetëm një numër fare të vogël në raport me numrin e protestuesve që jemi mësuar të shikojmë këto 23 ditë. Kjo ndoshta e kuptueshme edhe për shkak të temperaturave tepër të larta gjatë ditës sotme në Tiranë dhe jo vetëm, megjithatë janë duke u grumbulluar protestuesit dhe pritet që për pak minuta si çdo ditë për më shumë se 3 javë tashmë ato të nisin marshimin fillestar drejt kryeministrisë, aty ku do të mbahen fjalimet e rastit, e pas mbetet të parku Zotin Akset, që siç dihet çdo mbrëmje protestuesit, një pjesë e mirë e tyre marshojnë nëpër kryeqytet. Qartë, mirë. Shkëputem nga Eni për momentin, kthejmë te Eksiola. Eksiola, një dalje e Edi Ramës përpara socialistëve, përpara grupit parlamentar, por dhe anëtarëve të kabinetit, si e pe këtë fjalim, këtë deklaratat e zotit Rama? Shqetësimi kryesor I Edi Ramës, kryeministrit të vendit, padyshim është kjo protestë e cila është e pandërprerë dhe ditën e shtunë në fakt në atë protestë ku mbriti edhe diaspora tregoi në fakt që nuk është shuar, qytetarët janë aty dhe kërkesat e tyre po ashtu, pavarësisht se ka hyrë në ditën e saj të 23 dhe edhe për një parti politike duhet të nuk është e lehtë në numra që të organizojnë në mënyrë të përditshme protesta e jo më kur kjo vjen direkt nga ana e qytetarëve. Padyshim që mbledhja e zgjeruar e grupit parlamentar të shtunë dhe kabinetit qeveritar kishte disa pika, por të gjitha u zhvlerësuan dhe asnjë tjetër nuk u diskutua dhe pika e vetme dhe kryesore që për 5 orë mbajti këtë mbledhje ishte tek protesta dhe shqetësimi që ka sjell duhet thënë edhe për qeverinë. Nga një anë Edi Rama deklaronte edhe një herë tjetër fort se nuk do të dorëhiqej dhe do ta çonte së bashku me partinë e tij Shqipërinë Bashkimin Evropian, por nga ana tjetër ajo që e shqetëson Edi Ramën është algoritmi I cili është përsëritur në mënyrë të vazhdueshme në një fjalim për më shumë se 60 minuta. Pra, protesta digjitale, jo vetëm numrat në sheshe kanë shqetësuar, duhet thënë, por nga ana tjetër zotin Rama e shqetëson pikërisht edhe ajo se çfarë përcillet në botën digjitale. Duke marrë parasysh faktin se Mirela Edi Rama e qeverisë vendin që nga 2013 dhe në këtë hark kohor pjesa e rrjeteve sociale, bota digjitale ka qenë shumë e rëndësishme pasi në shumë mbledhje të grupeve parlamentare që unë kam ndjekur të Partisë Socialiste ka qenë porosi prej tij mënyra se si deputetët, ministra duhet të sillen në rrjetet sociale dhe komunikimi që duhet të kenë në mënyrë të vazhdueshme, pra mbledhje të dedikuara pikërisht për këtë pikë, padyshim që në kushtet kur protesta e cila ka nisur në 31 maj të këtij viti ka marrë atë viralitet në rrjetet sociale, për Edi Ramën pikërisht kjo nuk është një gjë e mirë duhet të ndaj dhe ai ka porositur të tijët që duke marrë parasysh që gjatë kësaj kohe zoti Rama ka zgjedhur që të jetë vetë në vijën e parë tu përballet në një farë mënyrë përmes rrjeteve sociale me postime të herpashershme gjatë ditës, ka kërkuar nga ana e deputetëve që të jenë edhe ata më aktiv dhe ajo që unë kam vënë re gjatë tyre 48 orëve pasi mbledhja ka përfunduar është nga ana e deputetëve të grupit parlamentar socialist ka pasur një aktivizim të shtuar, duhet thënë, duke postuar jo vetëm postimet që bën zoti Rama si përgjigje për protestën, por duke mbajtur edhe edhe deklarata të shkurtra apo postime të shkurtra nga ana e tyre. Pra, pikën e parë, një nga kërkesat kryesore të zotit Rama, të paktën në mbledhjen me dyert të mbyllura, ka qenë që deputetët do duhet të ishin më aktiv në botën digjitale, në Facebook, në Instagram apo edhe në TikTok për të nxjerr edhe të mirat që qeveria bën, ka deklaruar ndër të tjera zoti Rama nga ajo që ne kemi mësuar, pra për shkak sepse gjatë kësaj kohe, nëse mund të shprehemi kështu, rrjetet sociale I kanë mbytur pikërisht protesta, masiviteti dhe kërkesat e qytetarëve. Po, edhe në kuadër pikërisht të algoritmit është Elisa Spiropali e cila ka pasur një qëndrim në rrjetet sociale, ku mes të tjera shkruan, po do ta kemi marrëveshjen e re për Shqipërinë.